Horoskopi ditor, dashi, sot, dashi mund të ndeshet me një pengesë të vogël në orët e para të ditës, por kjo nuk zgjat shumë. Energjitë e ditës forcohen ndërsa koha avancon dhe hapet një shans i vërtet për shërim emocional dhe qartësi mendore. Mos u kap pas gjërave të vjetra që të mbajnë në vend. Sot ti ke mundësinë të bësh lëvizje të mençura, të pastrosh mendjen dhe të përmirësosh jetën tënde në mënyra të prekshme. Me ndikimin e Marsit dhe të tjerët e vlerësojnë mënyrën tënde të sigurt, të drejtpërdrejtë dhe njëkohësisht të ndjeshme në komunikim. Sa më shumë që ndjek ritmin tënd natyral, aq më shumë zbuten presionet e jashtme. Dëshira jote për të ecur përpara është e fortë. Sot ke aftësinë të falësh, të harrosh dhe të hapësh një kapitull të ri. Intuita dhe logjika punojnë së bashku dhe të çojnë drejt vendimeve të zgjuara. Ky është momenti i duhur për të mësuar aftësi të reja, për të zgjeruar njohuritë dhe për të parë mundësi që të hapin dyrë në të ardhmen. Vetë respekti është i lartë, dhe kjo krijon rreth teje një energji të fortë pozitive që tërheq sukses, njerëz të mirë dhe situata të begata. Dashi sot nuk ndalet. Sot rilin. Demi, parashikimi i ditës. Demi sot duhet të ketë kujdes nga një tendencë e fortë për të shtyrë përtej limiteve. Mund të ndjesh një nxitim të brendshëm për të arritur një objektiv sa më shpejt, por ritmi i tepërt mund të lodhë. Përpiqu të ecësh me qetësi, me hapa të matur. Fatmirësisht, ndikimi i Marsit sot hap një derë të madhe për shërim, qoftë fizik, qoftë emocional. Ndërsa dita avancon, e ndjen veten më të gatshëm për sfida dhe më të qëndrueshëm përballë përgjegjësive. Sot, hapja në një çështje personale ose intime mund të sjellë lehtësim të vërtetë. Të bësh paqe me të shkuarën mund të jetë çelësi që të hap një kapitull të ri. Më të qetë dhe më të gëzueshëm, është një ditë e mirë për të ndarë diçka me dikë që i beson. Thjesht të shfrysh pak, të largosh një peshë nga shpatullat, dhe nëse je në një situatë frustrimi, bëj një hap pas. Binjakët, parashikimi i ditës. Sot, te binjakët, emocionet ngrihen shpejt. Në orët e para të ditës mund të ndjesh një energji të fortë garuese, qoftë me veten, qoftë me njerëzit përreth. Duke qenë se kërkesat e tua nuk përputhen gjithmonë me ato të tjerëve, mund të ketë disa disbalanca, por mos u shqetëso. Këto janë kalimtare. Ajo që duhet tani është durim. Aftësia jote për të tërhequr vëmendje dhe njerëz është e fortë. Me ndikimin Marsit mund të vijë një nxitje e fortë për të bërë një lëvizje që e ke menduar prej kohësh, qoftë një hap emocional, profesional apo personal. Ndihma që i jep një miku apo një të njohuri sot nuk është thjesht gjest i mirë. Të ngresh shpirtërisht, të jep energji dhe vetbesim. Sot është ditë e mirë për të krijuar lidhje, për të afruar njerëzit ose për të forcuar një marrëdhënie që ka nevojë për kujdes. Në të njëjtën kohë, mund të ketë momente të vogla ftohjeje emocionale. Kjo nuk është alarm. Gaforja. Në orët e para të ditës, gaforja mund të ndjejë një lloj padurimi me njerëzit përreth, sidomos kur bëhet fjalë për bindje dhe mendime të ndryshme. Emocionet mund të ndikojnë në logjikën tënde dhe të krijojnë një mjegull të lehtë mendore, por sa më shumë që e shmang personalizimin e situatave, aq më shumë e kupton se dita ka potencial të madh. Madje, një mendim i kundërt nga dikush tjetër mund të çojë drejt një përfundimi të vlefshëm, diçka që nuk e kishe parë më parë. Mund të marrësh një mesazh frymëzues, ose mund të ndryshosh rutinën e zakonshme me diçka të vogël, që megjithatë të ngre humorin dhe energjinë. Marsi të shtyn të veprosh me duar, me hapa konkret, jo me analiza të pafundme. E shkuara mund të mos jetë gjithmonë e lehtë për t'u lënë pas, por sot e sheh veten duke ecur me më shumë besim përpara, në çështjet e punës dhe të shëndetit. Dita është jashtëzakonisht e favorshme. Çdo përpjekje për të rregulluar diçka praktike, për të përmirësuar stilin tënd të jetesës, për të organizuar punët, jep rezultat të mirë. Ajo që të ndihmon më shumë është qëndrimi ytrim, i vendosur. Energjia. Luani, edhe pse në orët e para të ditës mund të kesh disa keqkuptime ose hapa të gabuar, dita më pas të shpërblen. Pikërisht përmes këtyre dallimeve, ti arrin të kuptosh më mirë një person të afërt dhe, si rezultat, afrohesh edhe më shumë me të. Energjitë e sotme janë të forta për sfida të buta, për hapa të matur, por vendimtar.
Marsi të shtyn të jesh më sipërmarrës, më i guximshëm dhe më i drejtë për drejtë. Nuk ke dëshirë të mendosh gjatë, do të veprosh, dhe zakonisht sot veprimi të sjell rezultat. Mund të vijë një ide e re për një projekt, një punë, apo një aventurë personale që të ndez shpirtin. Ose thjesht, ke motivimin për t'i bërë gjërat që ke shtyrë prej kohësh. Në orët e mëvonshme të ditës shkëlqen pa u munduar. Sjellja jote e natyrshme, eleganca, mënyra si flet e si lëviz, të gjitha të dalin pa përpjekje. Ti përshtatesh lehtësisht me ritmin rreth teje dhe të tjerët e ndjejnë këtë energji, në aspektin krijues je në kulm. Është koha ideale për të shprehur ndjenjat, sidomos përmes veprimeve, jo vetëm fjalëve. Optimizmi rritet, çështjet e zemrës lulëzojnë dhe planet për udhëtime apo studime mund të ecin përpara shumë më mirë se sa prisje. Në përgjithësi, një ditë që nis me prova, por përfundon me qartësi, afrim emocional dhe energji që punon në favorin tënd. Birgjëresha, sot po merrni një qasje më aktive, të përfshirë dhe të hapur ndaj botës tuaj. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të parë gjërat nga një perspektivë më e gjerë dhe për të fituar qartësi mbi situata të rëndësishme në jetën tuaj. Nëse keni nevojë të sqaroni diçka ose të largoni tensionet e mbetura, mund të ndiheni gati për këtë tani, megjithse mëngjesi mund të sjellë impulsivitet. Guximi juaj për të përballuar frikërat e brendshme mund të sjellë zgjidhje të dobishme dhe të prekshme për çështjet që ju kanë shqetësuar. Sot mund të përballeni me tema të ndjeshme ose të komplikuara me kurajo, dhe marrëdhëniet intime mund të lulëzojnë si pasojë. Ndiheni më të sigurt në aftësinë tuaj për të zgjidhur konflikte dhe për të naviguar sfida emocionale. Energjitë e ditës ju tërheqin drejt artit të shërimit, praktikave që rrisin energjinë shpirtërore dhe çdo aktiviteti që ju bën të ndiheni më të gjallë dhe më të vital. Gjithashtu, mund të ndodhë një përparim i dukshëm në shtëpi ose në marrëdhënie familjare, duke sjellë qartësi dhe përmirësim në jetën tuaj personale. Në përgjithësi, kjo është një ditë që ju fton të veproni me guxim, të zgjidhni sfida emocionale dhe të përmirësoni lidhjet dhe ambientin tuaj familjar. Peshorja, sot aftësitë tuaja hetuese dhe vëzhguese janë në kulmin e tyre. Ju keni një kuptim të thellë të situatave përreth, që mund t'ju ndihmojë të bëni hapa përpara në çështje të rëndësishme. Pasione të forta mund të shfaqen gjatë ditës, qoftë dashuri, qoftë frustrim, dhe kjo mund të rrisë ndjeshmërinë dhe luhatjet emocionale, veçanërisht në mëngjes. Është një ditë e mirë për të gjetur mënyra për të çliruar veten nga ndjenja e fajit ose angazhimet e tepërta. Marsi sot do t'ju ndihmojnë ta bëni këtë më lehtë. Një ndjenjë afërsie me zemrën tuaj ose me dikë të veçantë është në fokus. Ju keni aftësinë të shihni situatën nga një këndvështrim njerëzor i plotë, që ju sjell përfitime të mëdha. Sot është koha për të ndjerë aventurë, për të lidhur dhe për të qenë optimist. Lënia pas e një grindjeje apo mosmarrëveshjeje të kaluar mund të sjellë qetësi dhe mundësi të reja. Në përgjithësi, kjo është një ditë e shkëlqyer për të bashkëvepruar me njerëz, për të krijuar lidhje të reja, për rrjedhëzim dhe për të ndjerë energji pozitive rreth vetes. Akrepi, sot është një ditë kur mund të ndodhë një proces shërimi, veçanërisht pas tensioneve që mund të keni përjetuar në mëngjes. Energjitë e Marsit harmonizojnë, duke ju dhënë forcë dhe vendosmëri për të përballuar sfida në punë, shëndet ose çështje financiare. Ndryshimet që bëni sot kanë për qëllim të heqin nga jeta juaj gjërat jo esenciale, çka ndihmon për të ulur stresin dhe për të qartësuar mendjen. Instinktet tuaja për atë që duhet të bëni janë të jashtëzakonshme, veçanërisht në punë, shëndet dhe menaxhimin e burimeve praktike. Aktivitetet fizike që ju ndihmojnë të përtypni dhe të përballoni emocionet janë veçanërisht të dobishme. Sot mund të ndiheni të tërhequr nga praktikat që rrisin energjinë dhe qetësinë mendore, si ushtrimet, meditimi ose aktivitetet kreative që ju ndihmojnë të kanalizoni emocionet në mënyrë konstruktive. Marrëdhëniet personale gjithashtu mund të përfitojnë nga qetësimi i tensioneve dhe komunikimi i hapur. Nëse keni pasur konflikte apo keqkuptime me të tjerët, sot mund të jetë dita për t'i zgjidhur me maturi dhe për të lënë pas ngarkesën emocionale të së kaluarës. Në përgjithësi, kjo është një ditë që ju fton të përqendroheni në shërimin personal,
qartësinë mendore dhe stabilitetin praktik, duke krijuar një bazë të fortë për vendime të rëndësishme dhe për hapësira të reja rritjeje. Shigjetari, sot, herët në mëngjes, mund të ndjeni tundimin të krijoni pak tension apo trazira. Por kjo rallë sjell rezultatet që dëshironi. Fatmirësisht, Marsi në shenjën tuaj ju jep fuqinë dhe guximin për të përballuar pothuajse çdo sfidë që shfaqet. Besimi juaj është natyral dhe i qëndrueshëm, nuk është i tepruar. Sot lëvizni sipas ritmit tuaj, duke përballuar çështjet më të thella që kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje. Energjitë e ditës ju tërheqin njerëzit përreth, duke krijuar lidhje të frytshme dhe tërheqëse. Aktivitetet fizike janë një mënyrë e shkëlqyer për të liruar emocionet e grumbulluara dhe për të ndihmuar në qartësimin e mendjes. Kjo është gjithashtu një ditë e favorshme për zgjerimin e horizontit tuaj, qoftë përmes udhëtimeve, mësimit të diçkaje të re ose përvoja të ndryshme që rrisin njohuritë dhe perspektivën tuaj. Guximi dhe optimizmi juaj natyror sot krijojnë mundësi të shkëlqyera për të zgjeruar ndikimin tuaj dhe për të përmirësuar marrëdhëniet dhe projektet tuaja. Britsjapi, sot, herët në mëngjes, ajo që komunikoni mund të duket provokuese dhe mund të kërkoni reagime nga të tjerët për të kuptuar si ndihen ata ndaj jush. Megjithatë, guximi juaj për të përballuar të vërtetat emocionale është i fortë, dhe ju madje lulëzoni kur ballafaqoheni me to. Të frenoni dëshirën për dramë ju ndihmon të shihni mundësitë që sjell dita. Energjitë e Marsit përforcojnë guximin emocional, intuitën dhe marrëdhëniet intime. Edhe pse disa çështje mund t'ju lënë në një gjendje të paqartë apo limbo, kjo periudhë e qetë është në të vërtetë një mundësi për reflektim dhe vetë zhvillim. Mund të ketë momente të veçanta për lidhje të ngushta me familjen dhe të dashurit, sidomos përmes aktiviteteve të përbashkëta. Sot është një ditë e mirë për të përballuar gjërat që normalisht i shmangni dhe për të pasur një lloj çlirimi emocional, veçanërisht në lidhje me çështje personale. Në përgjithësi, dita e sotme ju fton të kombinoni vetëdijsinë me guximin, të shihni mundësitë e reja dhe të forconi lidhjet e rëndësishme në jetën tuaj. Ujori, sot, ndjenja e rehatisë emocionale është e rëndësishme, por mëngjesi mund të sjellë një atmosferë konkurruese dhe kufit mund të sfidohen. Puna për të ulur tensionet dhe për të qetësuar situatat do t'ju sjellë përfitime të mëdha. Marrëdhëniet mund të përmirësohen nëse u kushtoni vëmendje, por ato gjithashtu janë të ndjeshme ndaj presioneve për të qenë më shumë se sa janë aktualisht. Frustrimet nga rrethanat ekzistuese mund të jenë shpërqendruese, por ato mund t'ju motivojnë të bëni ndryshime të rëndësishme. Lirimi i zemërimit të grumbulluar duhet të bëhet në mënyra që nuk dëmtojnë ju ose të tjerët. Marsi sot ndihmon për të tërhequr eksperienca të reja dhe të ndritshme. Sot është një ditë për të ndjerë energji të freskët, gjallëri dhe vitalitet. Optimizmi dhe veprimet pozitive në miqësi apo marrëdhënie janë të fuqishme. Aftësia juaj për të parashikuar situata dhe për të parë gjërat në perspektivë është jashtëzakonisht e fortë. Edhe nëse kjo nuk është ideale për detajet e vogla, do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje për probleme që më parë dukeshin të pasgjidhshme. Në përgjithësi, dita sot ju fton të merrni iniciativa pozitive, të përmirësoni lidhjet dhe të hapni rrugë për eksperienca të reja dhe frymëzuese. Peshqit, herët në mëngjes mund të ndjeni pak tension ose padurim, por ndërsa dita avancon, optimizmi dhe ndjenja e qetësisë së brendshme rriten. Ky qëndrim jo vetëm që ju ndihmon emocionalisht, por rrit edhe magnetizmin tuaj personal, duke ju bërë më tërheqës për të tjerët pa mundim. Sot ka një dëshirë të fortë për veprim, sidomos për të përmirësuar situata në punë, karrierë ose marrëdhënie shoqërore. Kur gjeni kuptim më të thellë në veprimet tuaja, bindja dhe vendosmëria ju rriten, duke ju dhënë një energji të re dhe një plan të ri për jetën. Marsi aktiv sot ju bën të ndiheni gati për të përballuar sfida dhe për të kapërcyer pengesat me strategji të qarta. Ndjenja e qëllimit dhe ambicia ju rrisin energjinë dhe ju nxisin të kaloni idet në veprim, sidomos në çështje të rëndësishme. Është gjithashtu një ditë e mirë për të fokusuar vëmendjen te çështjet praktike, pasi aftësia juaj për të parë qartë situatat financiare dhe të punës është e theksuar.
Përfitoni nga kjo qartësi për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të avancuar në projekte personale dhe profesionale. Në përgjithësi,